Jo, vitet kanë qenë qysh 1907, deri në 39 mos them që kanë ardhur që ndaj nga Kosova. Realiteti kosovarët gjithmonë nuk kanë gjetur rahatin në Kosovë. Pse s'kan gjetur rahati? Kosovarët nuk kanë pranuar që t'i shkeli dikush me këmbë. Kanë qenë tërkohën patriot, kanë qenë tërkohën që nuk kanë desht me humbet ndjenjën kombëtare, kanë qenë njerëz të sakrificës për të ruajtur vlerat e vet, për të ruajtur traditat e vet, më së miri e tregoi edhe koha. Në 100 e ca vjet reprezalje, dhunime, gjëra dhe ata rujtën kulturën, nuk arritën që të bënin krushime me shkallën, me serbin, i kanë rujtë gjithmonë traditat, si që kemi pas në Shqipëri, jemi mundu dhe në mirujt, se këtu ka qenë një komunitet kosovar, edhe gjithmonë kemi kemi pas atë ndjenjën e patriotizmin. Familjet tona gjithmonë na mësonin dhe na kultivonin për patriotizmin. Prandaj unë di me thonë këta që këto gjëra jemi mundu t'i ruajmë, gjuhën se kemi humbë, kulturën pak a shumë se kemi humbë. Këtu realiteti nuk kanë gjetur dhe këtu në ngërësit madhe, se këtu i përsekutuan thjesht nga kapitali që kishin, që me thani futën burgje, i burgosin, që shtek se ishte ideja, paktën këtë kohë e njohëllon që po t'ishe kosovarët, lafi i parë thoshin do jesh ju të bes. Ishte një gjë poshtruese për ne. Unë mbaj mend që shkollën 8 vjeçare këtu për shembull, edhe profesorat e kishin një ndjenjë urrëti, se më mirë me thonë na qunin është turp për mua të shash vendin tëm, po realiteti do fol realitet. Na qunin si fëmijët serba, qysh me thonë. Megjithatë, me kthimin e demokracisë çdo gjë shkoi përsmari. Pse? Se nuk ishte më ndjenjë racizmi. Ideja tani e këtij busti, rradha parë ne gjetëm një mbështetje të bashkëtarët tanë, siç fola pak edhe në intervistën e parë, me një Alban e Ben u bë busti i Gjergj Kastriotit Skënderbeut, Alban thashun, këtu duhet edhe heroi kombëtar Adem Jashari. Burri, qysh me thonë, që vuri themelet e Dardanisë në trojet shqiptare. Ndihem keq nganjëherë, ndihem keq për këto dy traje që i ka Kosova në të dy me pagesë, është diçka që nuk ndihem mirë. Zonja gazetar, unë di të them një diçka. Realiteti populli i Kosovës që vjen këtu, po them, te plazhet tona, te bukuritë tona prallore, mos mendoj që s'ka diku tjetër. Janë patriot, vinë më tepër për patriotizëm. Prandaj neve duhet të dimë të mbështesim dhe të respektojmë. Historia e bustit të Adem Jasharit lindi vetëm nga këtu ka pas në kohët e luftës ka pas shumë nxënës kosovarë. 4 prej tyre i kanë pas edhe unë. Bile kanë folë me një djalë daje, Arber Buçaj, rrin në Itali, me ca shok të vet, kanë kontribuar për bustin e Adem Jasharit. Nuk e përmend aty se dikush edhe vetë ma tha mos ma përmend atë. Prej 500 eurosh, bashkë me shok të vetë. Kjo është një krenari për neve, kjo na lumturon. Pse? Ka njerëz me gjak shqiptari. Përshëndes gjithë bashkëtarët e Hamilit. Njerëz me vlera, njerëz patriot. Pa që na kështu patriot nuk mund të arrish gjithçka. Ne morëm iniciativën, unë si thash me Alban e Ben, na u bashkangjitën rrugës shumë çuna, shumë pavarësisht vlerës. Nuk ka ashtu, por kur ta jep njëri një 5 lekëshe me zemër të bardhë, me qerë të pastër, ndihesh shumë i lumtur, shumë i privilegjuar. Kjo pra ka ndikuar te ne, e realizum këtë bust, ky bust nuk e kishte vendi këtu realiteti, po duke mos besue, siç e thash aty më përpara që Ceka, e mori iniciativën nga Zgega, po me drejt Zotit e kisha merakun, se shon ta vën në Fier, nuk e di se çfarë do vë. Realiteti ta kisha ditë që po del kaq bukur. Këtu e meriton, se këtu e njerëz patriot. Ja njerëz patriot, ja njerëz që duan vatanin. Është një shkollë që këtu kanë dalë edhe njerëz kanë dalë edhe kirurg, kanë dalë edhe doktor, profesor, kanë dalë edhe ekonomista në këtë shkollë. Prandaj që kjo shkollë mendoj me bustin e heroit kombëtar do ketë arritje më të mëdha. Pse? Kjo do t'i japi krenari. Unë e kam kërkuar disa herë, qoftë në shkollë të Hamilit, qoftë në bashki, me 100 herë kam ngritë zërin që të shkojnë ato buzat tanë në Kosovë, siç vinë ata këtu për patriotizëm, kjo po nuk ndodh. Edhe më keq është kjo. Shkollat e Prizrenit, Prishtinës kanë shumë emra me emra shqiptar. Ku të shkosh atje i shikon herojt ton kombëtar. Ndije keqardhën. Në shkollat tona unë më ka rasti të shkoj në disa shkolla, nuk e shoh fotografi të Adem Jasharit. Ndihem shumë keq. Kjo diçka më ndëshkon. A e pesë çka krenarie në dhën ushtarët e UÇK-s, herojt ton kombëtar. 2 fjalë për heroin kombëtar Adem Jashari. Ky është një figurë që nuk di çush më thënë që vlera, dinjiteti i tij është vend tërkohën vend, nëse Adem Jashari dha familjen komplet, ai sot është në mbar trojet shqiptare, ku ka shqiptar, është në zemrën e gjithë shqiptarëve për aktin heroik që bën. Figura Adem Jasharit nxiti popullin shqiptar që u bashkangjit luftës çlirimtare të Kosovës. E kam pas një, siç thashë më përpara, një djalë daje. Me fjalë djalë daje, dajen me ka qenë mësues arsimtar,
ka qenë ushtari UÇK-s, nën komandant, dikur komandanti TMK-s, vajta në muajt e parë që ushtri Kosovë, ka kam shku që i kam parë varët e posaçahapura, me fjalë që të freskët, jam ndi shumë keq. Në rast se nuk i prek do të vetë ato gjëra, nuk arrin ta kuptosh çfarë është çështja kombëtare. Nga ajo them që i bëj thirrje, kush më dëgjon këtë intervistë, jo për shkollën Trifon Priti, po mbar shkollat në Fier, në tërë Shqipërinë, duhet i bashkangjitemi të shkojnë të vizitojmë heroin ton kombëtar Adem Jashari.